Shpëtoi pak qaste para se helikopteri të përfshihej nga flakët në Greqi, xhaxhai pilotit britanik do të fluturojë sërish. Piloti britanik Andrew Hutchinson i mbijetoi një aksidenti dramatik gjatë operacioneve kundër zjarreve në Greqi pasi helikopteri që drejtonte u rrëzua në një sipërfaqe pyjore dhe më pas shpërtheu në flak. 48 vjeçar ishte një prej personave që shpëtuan nga përplasja e 2 helikopterëve ndodhur rreth 65 kilometra në perëndim të Athinës. Nga aksidenti humbi jetën një pilot danez dhe një oficer ndërlidhës i shërbimit grek të zjarfikësve. Vetëm pak sekonda përpara se mjeti fluturues të përfshihej nga flakët, ai dhe oficeri grek i zjarfikësve që e shoqëronte arritën të dilnin prej tij sipas rrëfimit të familjarëve. Xhaxhai pilotit tha për The Times se mënyra se si nipi i tij shpëtoi tragjedisë ishte e mrekullueshme, përplasja në pyll ishte e fortë, por ai arriti të dilte në momentin e fundit. Telefoni ju doq plotësisht pasi mbeti brenda helikopterit. Ai dhe oficeri që ndodhej me të dolën vetëm pak çaste përpara shpërthimit, tregoi ai.